Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në mes vargjesh është udhëtimi poetik më i ri nga autori Syl Magjera. Ky libër përmbledh ndjenjat, jetën dhe artin përmes një koleksioni poezish që na fton të thellohemi në emocionet dhe reflektimet e vargjeve. Syl Magjera sjell një botë poetike unike, duke bërë lexuesin të udhtojë nëpër rrugët e shpirtit dhe përjetimeve të tij personale. Për të biseduar për librin në studio kemi autorin e këtyre poezive, Syl Magjera. Përshëndetje zoti Magjera, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, po e fillojmë me sa kuptova, ju jetoni në Spanjë? Po, ashtu është në Madrid. Dhe atje sigurisht merreni me punë, me veprimtarit tuaja, por bisedën dua ta fillojmë duke na treguar se cili ishte inspirimi për të krijuar këtë koleksion poezish dhe a kishte ndonjë ngjarje të veçantë që të shtyi drejt krijimit të kësaj vepre? Pika mbushet pusi, domethënë kam filluar prej kohës të pandemisë, ndoshta më shumë të merrem me shkrime, pak edhe komponime kështu me muzikë. Kisha disa në këtë libër janë disa poezie, reflektime personale që ka të bënë me jetën time private, por jo vetëm me gjëra shoqërore që na brengosin të gjithëve, domethënë gjëra aktuale, gjëra që kanë të bëjnë edhe pak me ndjenjet, nostalgjinë për vendin, me patriotizmin në mënyrë tjetër që shprehur, domethënë. Unë si migrant, domethënë si njeri që jeton 34 vite jashtë Kosovës, por kam këtë ndoshta nevojë shpirtërore, domethënë të shprehem në një farë mënyrë. Këta janë rrjedhë e gjërave që më brengosin, që ndoshta edhe më stimulojnë dita ditës, edhe thjesht janë vargje që i kam diku brenda meje dhe kam dëshirë që t'i ndaj me të tjerë. Do të thotë ky është një prej veprave që e ke botuar me poezinë në gjuhën shqipe. Po, kështu. Ju keni botuar edhe një vepër tjetër, ajo është me poezi apo me tregime? Ata e keni botuar në spanjisht. Sepse kur më tha që e keni botuar para ca muaj, që keni promovuar, unë ju kuptova që e keni përkthyer. Në fakt, ajo që ka në gjuhën spanjolle që nga fillimi, do të thotë duhet ta përktheni ndoshta në gjuhën shqipe? Nuk besoj se ja vlen, ndoshta se disa miq më pyetën ky libri para 2 muaj. A është kjo Voces del Alma? Voces del Alma, por ky është Voces Zërat e Shpirtit, është publikuar në editorialin El Círculo Rojo, që është një prej editorialëve më të mëdha në Spanjë. Unë fillimisht ju dërgova disa poezi që ta shoh nëse ju pëlqejnë, e ma bën një kritik të jashtëzakonshme që më beton, wow, më befasun për të mirë, edhe më kërkon se i përmbush ato fare ku di unë kriterit e editorial, se në zakonisht nuk botojnë, ose është normal që nuk botojnë gjithë çka që ka hyrë, dhe unë futa në mes, ndoshta kanë ata dikun 30.000 për 70-80.000 kërkesave që marrin, dikun 30.000 ndoshta. Edhe unë u futa në atë grupin e aty në që i botun, dhe ndihem shumë mirë me të. Është se shkruan në gjuhën spanjolle direkt. Më bëjnë pyetje pse në gjuhën spanjolle, po ka gjëna. Po, nga që jetoni atje për 34 vite, sigurisht keni arritur ta zotroni gjuhën spanjolle deri në atë masa që të bëni edhe poezi. Po, është për mua është në thojza, domethënë se është gjuha e nanës së shqip, unë jam shqiptar, jam lind këtu, po kam më shumë vite që jetoj në Perëndim, domethënë jashtë Kosovës e këtu. E gjuha spanjolle natyrisht e njeh si gjuhën shqipe, po ndoshta ka gjëra që mund të shpreh më mirë në gjuhën spanjolle se në gjuhën shqipe. Duke çudi ndoshta, po varet prej momenti, domethënë se 90% të kohës unë ose 95% të kohës flas spanjisht, domethënë puna, shoqëria, rrjeti, mediat e gjitha. Po kam edhe libra atje, nuk janë vetëm këto, po janë do të flasim edhe për gjitha veprat, por ti kthejmë edhe një herë kësaj librit të poezive që keni botuar këtu, e keni promovuar këtu në Prishtinë, në Mes Vargjesh. Pse e keni titulluar Në Mes Vargjesh? Është kjo foto e kopertinës kur isha këtu në Prishtinë para diku 4 vite, incizjova një këngë që quhet Çaj për të, producent i mirë njohur besoj në Kosovë, Rinoru Kimeri. Edhe një shok i imi, Mark Perry, unë kisha qef e kam shok për zemër, është gazetar, është domethënë shkrimtar, publicist e tjera, jeton ai këtu në Kosovë. E ai e bëri këtë foto të gitarës, kjo është foto e gitarës ime, kisha qef ta fus
këtë shoku në libër në një mënyrë indirekte. Po, kjo pjesa që po e shohim këtu. Po, edhe për ata vendosa, thëmë, po Markun do ta kem librin tim. Edhe mora, e shkurtova pak këtë, në mes vargjës, titulosën mes vargjës, dikush pi një kafe, dikush një gotë verë, dikush këndon, dikush, edhe në mes vargjës shpesh shkruhet poezia, që ma më rëndësi është lexohet mes vargjës, se sa vetëm titulli. Hajde të ndalemi pak te njëra nga, ku të më hapet unë këtu, edhe, do me thënë, e pas ke dy poezi këtu, njëra titullot I pa shpirti dhe tjetra Evropës. Atëherë, këto kur I ke shkruar, sepse kjo Evropës më thuaj pse derën e mbylle, më thuaj pse urën ndërtove. Më thënë, kur I ke shkruar, sepse kjo duhet tjetë shkruar më herët. Po që nga më 24 maj, po. Po 24 maj 2024, kjo shkrujt se më shpesh herë marrë edhe gitarën dorë, fillova të këndoj poezit e mija, ti komponoje, kam inqizunja 2 albume atje në Spanjë, nga se u lodha me covers me gjitha këto këngët e tjerëve ku di unë, këngëtarëve të njofshëm që në gjithë bota, thëmë po pse mos ti këndoj këngët e mija, s'paku e di që ka po këndoj, e di që I kam shkujt veti, kam komponuar. Evropës kjo ka të bëj, për shembull, mund të lexoj gjithë poezin, po ka se si na kanë mbajt, si zogjt në ka fas shumë kohë. Na kanë ignoru, dhe më thënë, gjithë Evropa, gjithë I kanë besu ma të fortit këtë rast Serbisë, për shemë. Propaganda me fort është një falloj patriotizmi aty ndesh vargjës, no? Duke qenë në Spanjë, që ka mjaft të qëlluar. Po është fakt, dhe më thënë, se na njerëz me brina nuk jem, po për para në kanë qujt me bishte, tash njerëz me brina, dhe më thënë, jem kështu nuk jemi ose nuk na shohin me sy të mirë, ose s'na kanë pa, jo njerëz të thjesht, për çështja politike, se njerëz të thjesht nuk e din ku është Kosova, nëse din ku është Kosova, është përmes ku ta di unë. Ndoshta sportit ose pak kulturë, po se pak ka qasje, për shembull shota që ishte para vitin e kaluar atje, fitun në mes 15 vendeve që morën pjesë festivalin e vallëzimeve tradicionale nga gjithë bota e zunë vendin e parë. Për shembull, ajo është krenaria më e madhe për mua, për shembull, po s'kisha mundësi me shku me I përkrahe, me shkaku është kjo më dhanë edhe ka pak informacione. Në ma shumë jepen informacione në rrjete sociale se ndoshta nga Ministria e Kulturës. Si pas me dhe më thanë është një farloj kritike që mu mungon edhe jam asë e mbindur gjithë shoqërisë që jemi dhe më thanë diasporës në këtë aspekt është vështirë gjindet informacioni. Rasisht, më nga se njohë dikon aty edhe shonë rrjete sociale, po kur erdhet me pas ditë për shembull ma herët dikush organizon, se kemi punë, kemi familje tjera. Edhe tash, a mundësh, si e përshkruan transformimin e ndjenjave dhe përvoja personale në vargje? A I përdor një metodë të caktuar, një stil të caktuar, apo bazohesh me që qenë ke dhe artist në aspektin e muzikës, kitarist? Absolutisht, ja, unë jam njeriu më spontan që ekziston ndoshta. Ku di, unë inspirohem prej një gjethe, prej një zogu të lëndum, dhe më thanë, nuk përdori, shpesh e mbysin, dhe më thanë, edhe shokët e mi spanjol sa bukur ose sa, se ka gjana që, dhe më thanë, për ata gjuha prej gjuhës ndryshon natyrisht. Po, unë them se nuk eci në për dekt holla, se nuk më mbajnë, dhe më thanë, preferoj trungun, e di kush jam, e deri kom mund të mri, nuk e kam nivelin e gjuhës ose të literaturës sa që të lartë, sa që të merre me gjana, që si kupton kërkush kam qef që nëse me gjithë respektin, punëtori ma I thjesht është e ambisja, ma të thjesht njëri me 2 ditë shkollë që din me lexu, nëse lexon një pozitime, ta kuptoj dhe me thanë mesazhin, e me siguri këtu ka për secilin diçka, janë tema absolutisht ndryshme, janë momente që në atë moment kam diktat, shkruaj dhe ashtu thjesht, pa kur farë pretendimi dhe me thanë të marrë vetëm këtë zhanër. A ke këtu nga ky libër ndonjë poezi, vargje të cilat ka një domethënie të veçantë për ty? Me pare përmende një poezi për shembull I pa shpirti, mund ta lexoj nëse s'ka problem, mund ta lexoj. Po vetëm ndoshta njërin nga vargjet që mendon ti që është më I rëndë. Ashtu është më vështirë, po ndoshta vargun e parë dhe të fundit. E donte shumë e u dashurua, e shikonte dhe fillonte të qante, e ndërronte edhe me sy hapur, çdo moment patë shumë vuanti. Dhe vargu I fundit? I pa besi e vrau, I amori gruas jetën, I la fëmijët pa nën, e të gjithë neve në shpirt në pareu. Kjo qenë ka për dhunën ndaj grave? Kjo është për dhunën ndaj grave që fatkeqësisht viteve të fundit është rritur shumë, këtu
edhe në gjithë botën. Spanjë kemi, po diune si vjetë, nëse nuk gaboj, ka pas mbi 50 gradë që kanë vujtë. Edhe në Kosovë është rritur shumë, po. Është i fenomeni i padëshirueshëm, domethënë, jo i padëshirueshëm, është fenomen që urrej me mishe me shpirë, domethënë, për aspektin se fizikisht është më e dobët ndoshta. E ka po këtat, domethënë ata vrasë, nuk kanë tjetër emër, tjetër epitet sun t'i jepet, dikush që shkakton dhimbje, domethënë fëmijët e grusë, tjera, domethënë kategorikisht kundra çdo lloji dhe une, po këtë aspekt edhe më shumë, kur të është dikush që është i joni këtu, dhe 2 herë më shumë, domethënë, është një lloj ndoshta empatia që ndjen njeri. Mu s'm ka ndodhur, shqyr Zotit, të shpresoj se m'ndodh as mua, as kërkujt hiç, no? Po është kjo empatia që kemi na që merremi me shkrimin nga pak e me këto gjana thjesht. E tani ju thatë para se të flisshim për veprën që keni promovuar në Prishtinë, por edhe për atë që keni botuar para disa muajsh në Spanjë në gjuhën spanjolle. Po më intereson sa vepra keni botuar deri tani dhe a jeni kryesisht në poezi apo bëni edhe tregime ose novela, rrëfime se po. Deri tani kam botuar 8 libra, 8 libra të ndryshëm. Kam një libër për fëmijë, poezi për fëmijë, në aspektin didaktik total, prej as deri në zh. Do thënë, flitet për dhunën, po s'përmendet fjala dhunë, për diskrimimin racial, po nuk përmendet fjala, në mënyrë didaktike që fëmijët ta kuptojnë shumë e thjeshtë, po didaktike në këtë aspekt. Kam një novel gjuhën shqipe, Zana, është një novele e vogël. Do të merrni edhe me novela. Këtë dashta ata. Kam provu kështu një novel tjetër në gjuhën spanjolle të pafajshmit, Los Inocentes, dhe jam me një tjetër, po koha as premton, duhet më shumë kohë, pak më shumë inspirim, po kam filluar më shumë përkushtim. Më shumë përkushtim. Po poezit janë, domethënë, janë kështu të përditshme thuaj, që dalin ditë po ditë jo. E tash, me që përmende që ke plan diçka, çfarë idesh ose projekte të reja ke në plan? Për çfarë është ajo e reja? Është poezi apo është novel? Kam fillu, kur e përfundova librin spanjisht, fillova dhe një ditë të shkruajta 4 poezi, domethënë gjuhën spanjolle, no? Edhe pash se më bëni një pyetje kështu mes miqve, interesant ke shumë humanizëm, mënyra se si flet, si interpreton, domethënë gjërat, si ndan me kolegët e me miqtë të gjithë. Mundosh t'i bash gjitha të mirat, prej se cilit i gjithë, është natyrisht është për mu krenari e madhe, e shpesher edhe skuqem se më vjen keq, po unë jam vetëm syl, nuk jam për me dhamë si më kërkujt, po edhe vrejta është, wow, nuk e kanë gabim, se tjerë të shohin ndryshe si e shehti vete. Në nuk e kam atë qëllim, po ndoshta kam ma shumë ndjeshmëri, ndoshta kam ma shumë këtë farë ndjeshmërin ndajt pa fajshmeve, ndajt pa mbrojturve tjera. Pikrisht, e tani, kur a mund të flasim ndoshta çfarë mesazhe do dëshiroj të përcjellësh audiencës, opinionit, personave që lexojnë poezitë e tua, veprat e tua, sepse na tregove që jeni mjaft emotiv, ashtu siç janë edhe në shumicën e rasteve artistët, se edhe ashtu inspirohen. Unë jam, edhe pse jam pa flok, jam në shpirt, jam një hippie total, absolut, në shpirt, jam i bindur se po, dhe të thanë është make love not war, no? Se thonë, e përpara kanë thonë, kush këndon keq nuk mendon, apo? E unë thëmë, kush lexon diçka mëson. Kështu që se cili e merë, ne shkruajmë, ka një poet që shkruajnë, dhe më thanë, një lloj poezi të thyme ose novelat të thyme, shpesher kemi romane që lexojmë 10 faqe, fillon ngjarja, 10 faqe, pasandaj janë si përmbushje e që të shkruajnë libra, po kur të vish në vazhdimësi, për është si një presje, thu po çka lexova, të kthejnë një prapë, unë jam ma direkt, ndoshta ma transparent, pa si thash ma herët, jo të eci në për deg të holla se s'mbajnë, kështu që kapaciteti jam është kështu i vogël, atëherë them ata që ndejnë atë moment, edhe me shiku mbrapa, me sigurt, këtë poezi ndoshta kështu ai, po jo, ai jam unë, mënyra si jam unë është kjo, s'kam se ma shtroj kërkon, pse gënjejt askon, dhe me thamë, natural, sa ma natural që t'jeti, dhe se cile e merë kam disa poezi, për shembull kam shkumë pyeten një këngë, para në promovim të librit, kush është ajo me fat që pas ke këndu këtë këngë, nëse kisha për dashnin absolutisht, po kisha dhe me thanë mos nuk më kujtohen vargjet kështu, po në përgjësi ka të bojnë ndoshta me mos marrëveshje që kemi pas, ose që janë mes politikanëve të njënës, ose të tjetrës anë, mes Shqipërisë e Kosovës, unë e kisha në aspektin figurativ. Fol me mua që fatë të duash, po, e ke përdorë fund të dashurisë, por ja ke kushtuar dikujt tjetër. Mirë, zoti Maxhera, ishte kënaqësi
si që ju patëm në intervist, faleminderit që ndatë kohën për magazinën Art Kultur dhe ju dëshiroj suksese dhe në të ardhmen. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë për ftesën, shumë faleminderit. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar Tingujt e Flautit, edicioni 10, Postfest 2025, do të paraqitet performanca multimediale Lisa, një projekt artistik që hulumton ndjesitë e izolimit të gjatë pandemisë COVID-19 përmes një kombinimi të muzikës, koreografisë dhe teknologjisë. Performanca planifikuar për 5 prill në Galerinë e Arteve të Universitetit të Prishtinës nga ora 20:30 synon të krijojë një dialog emocional me publikun nëpërmjet artit ndërdisiplinar. Në qendër të projektit është Ermira Qitaku, flautistja dhe ideatorja e konceptit, e cila ka ndërtuar një rrugtim simbolik përmes ankthit dhe vetmisë së kohës së pandemisë. Së bashku me të, në skenë do t'jenë koreografja Agnes Nokshiqi, kostumet unike të Njoms Luci dhe vizionet video të regjisorit Lum Qitaku, i cili kombinon antropologjin me artin digital. Dimensionin zanor do të plotësojnë kompozitorët Liburn Jupolli dhe Dren Suldashi, duke përfshirë instrumente të pazakonta të krijuara posaçërisht për këtë event, ndërsa aktori Blendon Ahmeti do të sjellë një dimension dramatik në performancë. Sipas organizatorëve, Lisa është një eksperiment kolektiv, ku arti shërben si pasqyrë e tranzicioneve sociale. Publiku do të ftohet të ndërveprojë me instalacione dhe projekcione në kohë reale, duke bërë këtë performancë një përvojë të ndarë midis realitetit dhe abstraksionit. Eventi është mbështetur nga Universiteti i Prishtinës, Fondacioni Hajde, Fryma e Re dhe Ministria e Kulturës. Brëm ishte premiera e ekspozitës Hardly Working, një video instalacion që eksploron punën nën kapitalizëm përmes botëve të videolojrave. Kjo shfaqje ka sfiduar konceptet tradicionale të punës dhe kohës së lirë. Hardly Working, një instalacion multimedial i krijuar nga kolektivi artistik Total Refusal, ka sjellë projektin etnografik i lëvizur nga ideologjia pseudo-marksiste, duke përdorur personazhe të njohura të videolojrave për të diskutuar ciklet e përditshme të punës që riprodhojnë normat kapitaliste. Ekspozita, e cila është pjesë e bashkëpunimit mes Galerisë 17 dhe Festivalit Ars Electronica, shfaq një botë të dhënë pas një paraqitje të ftohtë dhe mekanike të jetës dhe punës nën kapitalizëm, duke përdorur teknologjinë dhe artin për të përshkruar përvojën e individualeve të padukshëm. Më 10 dhe 11 prill nga ora 20 në qendrën Barabari kthehet shfaqja Babai dhe Babai, një dramë të ndërtuar mbi tematikën e personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Babai dhe Babai, në dukje një dramë për sfidat e zakonshme të jetës së një familje, zbulon një histori tronditëse dhe një traumë të thellë shoqërore, një plagë që ka ngelur e pa shëruar nga e cila personazhet i mban peng përgjithmonë. Kjo është një dramë për ata që duan t'i mbajnë afër dhe i mbajnë. Pavarësisht të palumtërisë që na përplaset në fytyrë si ujë i ftohtë, pavarësisht ëndrave që na e kujtojnë realitetin e vetmisë, është një dramë për vetminë e thellë e për mërzinë që kullon dhimbje. Shfaqja vjen nga Jeton e Ziraj me regji të Kushtrim Koliçit dhe aktorët janë Ilire Vinca, Bujar Ahmeti dhe kosovare Krasniqi. Në Tiranë, në mjedisit e qendrës për hapje dhe dialog pranë kryeministrisë, është hapur ekspozita e titulluar Shqiptar të panjohur me fotografitë e shkrimtarit dhe publicistit Ben Blushi. Gjatë ceremonisë së hapjes morën pjesë artist, figura publike, miqe dashamirës të autorit si dhe kryeministri Edi Rama. Vet Blushi në hapjet e ekspozitës tregoi procesin krijues të saj. Unë e shijova këtë magji duke ecur nëpër qytete, nëpër fshatra, në plazhe të braktisura, në godina të rrënuara, nëpër lagje të vjetra, të cilat shkaktojnë një zhvendosje të përhershme njerëzish nga një vend në një vend tjetër, tha ai. Në kërkim të qasjet dhe të fotografive më të mirë, do të vazhdoj të eci duke e drejtuar aparatin tim mbi portretet e njerëzve të panjohur, theksoi Ben Blushi. Shqiptar të panjohur do të qëndrojë hapur për publikun në qendrën për hapje dhe dialog deri më datën 30 prill. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim. Të hënën.